Kryeministra italiane Giorgia Meloni dhe sekretarja e Partisë Demokratike të Qendrës së Majt Ellis Schlein u shprehën me shqetësim mbi fenomenin tragjik të vrasjeve të grave, duke theksuar nevojën për një reagim më efektiv dhe të unifikuar. Deklaratat e tyre erdhën pas dy ngjarjeve tronditëse që ndodhen së fundmi në Itali. Vetëm pak ditë më parë pranë Napolit, karabinierët gjetën trupin e 14 vjeçares Martina Carbonaro, e cila u vra nga ishi dashur i saj, që nuk mund të pranonte ndarjen mes tyre. Mbrëmjen e djeshme në një spital në Torino ndroi jetë dhe Fernanda Di Nuzzo, 61 vjeç pasi ishte goditur me tik nga bashkëshorti i saj gjatë një konflikti familjar. Kryeministra Meloni u shpreh se këto ngjarje shkaktojnë tronditje të thellë dhe na detyrojnë të përballemi me një të keqe të madhe që nuk duhet as të injorohet as të kthehet në diçka të zakonshme. Ajo shtoi se duhet të kuptojmë se masat e marra deri tani nuk do të jenë kurrë të mjaftueshme nëse nuk i japim jetë një ndryshimi të thellë shoqëror dhe kulturor. Ka pasur përparim ndër vite, por padyshim që nuk mjafton. Gjithnjë më shpesh gratë, sidomos të rejat, po bëhen viktima të dhunës së verbër dhe posesive. Nga ana tjetër, Elly Schlein theksoi rëndësinë e unitetit politik përballë këtij fenomeni shoqëror. Të paktën për këtë çështje, dhunën ndaj grave, dallimet politike duhet të lihen me një anë që vendi të mund të bëjë hapa të vërtet përpara, tha Schlein.